26 majt, ngrihuni për vendin tuaj, në fund, just subscribe, abononi fare se kanali im, sa më shumë subscriber, dhe madhe mundësia për sponsor për qenë të përditshëm se që jemi këtu çdo natë në Amerikë me ju në Shqipëri. Sot, i urojmë fitore e futbollit ekipit kombëtar në Poloni. Rama, degradim politik dhe ekonomik, dosjet masive po e sulmon dhe Franca, porti i Durrësit, pastrime me miliona dhe me miliarda dollar. Trump bisedon apo kërkon të fitoj kohë për të futur trupa. Fundi i ajatollave dhe mullave të Teheranit do të jetë fundi i ajatollave të Ballkanit. Ç'po ngjet me ekonominë shqiptare, edhe pse leku vazhdon të jetë i fortë, duket se ka miliona dhe miliarda dollar para të pista që hyn nga kanalet e drogës dhe mafia. Një gazetë franceze ka qenë e ashpër ndaj Ramës. Ndërkohë, nga brenda thuhet se po dështojnë fotovoltaikët, pra ajo që dështojnë gone Obamës këtu dhe solli shkatrim ekonomik të madh edhe në Spanjë. Shqipëria nuk ka nevojë për fotovoltaik për të zënë arat e shumta që duhet punojnë nga fshatarët, nga katundarët tanë, të cilët në shumicë kontrollojnë parlamentin. Shqipëria ka burime hidrike, por duket që ekonomia është në krizë të madhe. Oligarkët kontrollojnë dhe kanë kapur përfytin shefin e 3 lindave, por dhe i friksuar nga 3 lindat. SPAK gjithmonë më afër Abi Bank, Sinaloas dhe shkatruese ndaj asaj që erdhi si pastruese nga Athina me dëshirat mëdha për të pastruar parat deri në Manhattan. A është koha që opozita të merret me zgjedhjet brenda partisë apo të largojë Ramën? Në qoftë se shikojmë që ndrejmin e Amerikës me Iranin, kuptohet qartë që i Zoti nxjerr gomarin nga balta, fjalë e artë. Edhe pse fillimisht amerikanët ishin gjoja për ndryshim regjimi, do ta lënë në dorë të popullit iranian. Ndryshimi midis ajatollahut të Iranit dhe të Ramës është se ushtria dhe policia e Ramës nuk mund të vriste dhe nuk mund të vrasë protestuesit në qoftë sa do të dalin përmbysin qeverinë. Në Iran, Trump ngatron dërgimin e mesazheve me disa faktorë të pushtetit të Iranit me negociatën. A e bën sepse kërkon një exit way të dalë nga konflikti ku duket se është pa një plan strategjik fitore, apo kërkon të fitoj kohë sepse parashutistët, trupat e ekspeditave ndëshkuese, po shkojnë rreth 5.000 vet. Duhet rreth 10 ditë që të jenë atje. A do të kalojnë në aventurën e radhës për të marrë Carl Island, ishullin ku është gjithë burimi i fitimeve të naftës nga Irani? Në qoftë se shikon e majta amerikane, si në media, si në Kongres dhe në Senat, nuk duan që Trump të fitojë. Gëzojnë që ai po dështon. Natyrisht që drejtimi politik i Pentagonit është shumë i dobët. Trump nuk ka këshilltar të nivelit lartë siç kishte mandatin e parë, por Trump bëri atë që se kishte bërë asnjë president që nga viti 1980. I çmendur, narcisist, dosja Epstein nuk ka rëndësi. Ai godit. Por në qoftë se shikojmë ecurinë e Iranit, nga ana taktike duket fitues. Pentagoni thotë se janë goditur 10.000 objektiva dhe Amerika godet bazat ushtarake, ka goditur dhe ka vrarë shkencëtar që merren me pasurimin e uraniumit, i vrasin çifutët, është goditur një kampus universiteti që merret me kërkime, por janë goditur edhe pjesë të infrastrukturës Iranit. Kjo e dëmton. Pra taktikisht duket se është i suksesshëm. Taktikisht suksesshëm kanë qenë amerikanët në Irak 2 herë dhe në Afganistan. Nuk mund të thuash se amerikanët humbën në një betejë taktike ndash në Iran, ndash në Irak, ndash në Afganistan.
por ishte një fiasko, sepse nga ana strategjike nuk pati rezultat, nuk pati planifikim. E njëjta gjë ka ndodhur në histori me Bonapartin. Nuk mund të thuash, ai nuk humbi asnjë betejë në luftën ndaj perandorisë ruse. Shkoi në Moskë, por nuk kishte plan strategjik për të larguar carin dhe për të fituar. E njëjta gjë me Hitlerin. Në 10 dhjetor 1941, trupat naziste shkuan tek stacioni i parë i metros Moskës. Nuk kishte asnjë betejë të humbur nga Hitleri deri atë ditë. Por taktikisht ai nuk qej përgatitur. Nuk qej përgatitur për të shkatruar Leningradin, nuk qej përgatitur për të dëbuar Stalinin, elitën komuniste dhe për të sulmuar përtej Uraleve ku ishin fabrikat e uzinat e luftës. E njëjta gjë mund thuhet për zotin Trump. Nuk mund thuhesh që nga ana taktike nuk ka fituar asnjë betejë. Dëmi është bërë masiv, por Trump flet me hiperbola. Kur thotë që kam zhdukur gjithë marinën ushtarake detare, në fakt 90% mund të jenë zhdukur. E njëjta gjë me aviacionin, me mbrojtjen kundërore, me radarët. Por amerikanët, bashkë me çifut të Netanyahu, kanë supremaci ajrore. Çka do të thotë që avionët luftarak amerikan dhe çifut kalojnë lirisht mbi hapësirën ajrore të Tiranit. Problemi është ky. Janë hedhur rreth 2000 rakete balistike nga Irani. Kjo është forca e tyre. Dhe kanë goditur më shumë Emiratet e Bashkuara se sa Izraeli. Kur hidhen raketën ndaj Izraelit, mbrojtja Iron Dome e ka efektshmërinë 92%. Irani godet ndaj popullsisë civile në Izrael, ndaj hoteleve në Dubai, aeroporteve në Katar. Amerika dhe çifutët, Amerika le të themi, godet objektivat ushtarake, vret drejtuesit e gardës revolucionare, por ka shkatruar edhe impiantet e ujit dhe infrastrukturë. Kjo kthehet në favor të mullave, të cilët thonë, ata nuk na duan ne, por nuk e duan as ju. Është një fakt që në qoftë se ti vret një të pafajshëm, le të themi amerikanët dëm koletaral, për një dhurar 12 bëhen kundërshtarë armiqt tu. Ndodhi ajo që nuk kishte ndodhur. Irani ka bllokuar Hormuzin. Çfarë synon Irani? Irani e di që amerikanët do të rriqen dhe të kthehen në vendet e tyre, sepse nuk durojnë dot politikisht, ekonomikisht, nga ana sociale dhe nga media që është e majtë. Fitoria e Iranit është mjafton të mos u mbas. Kjo quhet fitore. Për zotin Trump, për Amerikën, fitoria është që të shkatrojë tërësisht ëndrrën për të pasuruar uranium për armë bërthamore. Tek 15 pikat që Trump i ka dërguar përmes Pakistanit dhe Turqisë, nuk ka asgjë të re nga ai plan që ka pasur Obama dhe që funksionoi, duke ju dhënë rreth 1.7 miliard dollar kesh nga paratë ngrira, por me një mbikëqyrje të madhe ndërkombëtare. Plani ishte i efektshëm. Në mandatin e parë, zoti Trump, mbas yshtjes nga Bolton, të cilin do ta kemi javës tjetër, doli nga marrëveshja. Irani fiton me miliarda dollar nga shitja e naftës duke shkelur sankcione. Dhe ka me mira, raketa, dronë. Sipas shtabit përgjithshëm amerikan, thuhet që ka rënë 90% dërgimi i raketave, 80% i dronëve dhe shkatruar marina ushtarake 90%. Është një luftë propagandistike. Askush nuk e di shifrat e sakta. Në qoftë se Trump do të kthehet, do të thotë që fitova, për 10 vjet Irani nuk do të jetë dot
në atë stat që ishte përpara bombardimeve. Por Irani nuk do shpenzoj miliarda për infrastrukturën, por përsëri do të vazhdojmë, sepse tani e di se çfarë e pret në një sulm tjetër do përdoret armë bërthamore. Ndaj ai synon. Përse nuk janë zhdukur të gjitha raketat dhe dronët, sepse edhe pse goditen tunelet ku janë fabrikat, ka dronë dhe tunelet vogla strehime që nuk mund të gjesh në një vend me një hapësirë shumë të madhe, ku mund të jetë 10-20 dronë, 10-20 raketa dhe këto janë shpërndarë kudo. A janë të rrezikshme? Janë. Në qoftë se amerikanët do të largohen, i jepet shansi që populli iranian të ngrihet. Siç më tha Bolton, duhet të ndihmohen me armë, me dollar nga CIA, sepse regjimi është më i dobët se kur. Trump thotë që unë kam ndryshuar regjimin, nuk ka ndryshuar, janë vrarë drejtues. Problemi është qasja midis Izraelit dhe Trump. Netanyahu ka kërkuar që mbas bombardimit të javës parë t'i bëjë thirrje popullit iranian të çojë, por Trumpi tha ku të çohen, t'i vrasin. Dhe janë bërë xhelos, në qoftë se ka biseda që nuk ka, janë mesazhe për bisedime, Izraelit do të vazhdojë të merr territore në Liban. Ëndra për të zmadhuar, për të qeruar Izraelin në vendeve arabe. E keqja më e madhe është Izraeli. Është kriminali Netanyahu, i cili është i zhytur në korrupsion dhe përmes luftës kërkon të qëndrojë në pushtet si Putini në Moskë. Do dali propaganda që gjoja Netanyahu e shantazhon presidentin Trump me dosjen Epstein. Trump do të rriqet, do të nxjerrë gjë Netanyahu. Por trustit madhe nga grupet saktura të kompleksit industrial luftarak, ku shikon parashutistët dhe brigada Airborne 82 që caktohet me ekspedita ndëshkuese, duket se Amerika do të jetë përballë një aventure, kërkon të marrë ishullin Carg Island, iranianët kanë nisur përgatitje, duan ta kenë se një grac. Në një çast Trump do të largohet, kur kjo varet shumë nga çmimi i benzinës, sa do të duroj ekonomia amerikane, sa do duroj MAGA dhe establishmenti politik në një mes mandat. Deri tani është $4 galloni, në qoftë se shkon 8, Trump dorëzohet. Por në qoftë se edhe ai largohet dhe ka shkatruar 90% të kësaj kafshë të përbindshme të lindjes mesme, dhe në qoftë se ngrihen iranianët e përmbysin regjimin e Mollave, kredia i duhet dhënë Trump. Natyrisht që kjo përplasje, ky mision ushtarak, çka shumica e quhen luftë, por nuk është ende luftë, është mision ushtarak ndëshkues, tregoi dobësinë e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Bill O'Reilly, ikona e djathtës amerikane, thotë që Spanja duhet përjashtuar nga NATO. E turpshme dhe pa një lloj kuptimi që të mos lejojë amerikanët të përdorin bazën. Gjithashtu, NATO tregoi që nuk mbështet Amerikën, edhe pse mbrohet nga muskujt amerikanë në ushtarak. Në qoftë se Trump largohet nga NATO, Putin i vallëzon Europë. Fakt. Natyrisht që Trump është një aberration, një deviacion, devijim, nuk është si president të tjerë amerikanë. Këtë e din dhe iranianët. Pra ata duan ta zgjasin deri në 3 vjet, sepse mund të vijë një demokrat dhe fillon një paqe, mund të vijë një gjysmë republikan ose dikush që kërkon izolim si JD Vance, por problemi është ky. Në qoftë se këtë rast ata bllokuan Hormuzin, çka nuk kishte ndodhur më parë, duke ditur që kanë 460 kg uranium të fshehur diku, dhe në qoftë se prodhojnë 10 deri në 12 mbushje bërthamore, ata do të përdorin nga Izraeli. Kina
ndihet e ofenduar, sepse e dëbuan si qenë nga Panamaja, e dëbuan nga Venezuela, blokazh në Iran. Por në qoftë se Kina do të vazhdoj të furnizoj me dron, me avion, me pajisje ushtarake Iranin, Irani bëhet forca kryesuese në linjën e mesme. Qëllimi amerikan nuk ka qenë për të mbështetur Izraelin si forca qendrore dhe kryesuese në linjën e mesme. Gaboni. Amerikanët kanë dashur që asnjë forcë në linjën e mesme të jetë forcë unipolare që të kontrollojë tregun e naftës. Në qoftë se Irani nuk humbet dhe quhet fitues, kthehet në një forcë të madhe. Dhe tregjet e naftës kontrollojnë ekonominë globale. Ka nisur gjendjet e jashtëzakonshme në Filipine, në Kore, gjithkund masa drastike, mosdalje me makinë për rrugë, shkurtimi minutazhit dushit, pra për të kursyer energjinë. Në fillim u thash që kanë dalë me humbje ekonomike ato fermat fotovoltaike të Lindës Urrelit, sepse ajo i ka dhënë licencat, ky është fakt, kur Shqipëria ka burime elektrike. Rama mund të shkojë dhe në një ëndër për të ndërtuar një central bërthamor elektrik. Ja u le që futve. Në një kohë që është kjo krizë e kësaj lufte, kur qeveria, opozita do të bashkoheshin me një qëndrim, Rama vazhdon përçarjen, lajthitjet, provokon dhe sfidon SPAK. Nga burimet sigurta, Linda Urrelit u ndalua këtë radhë kur erdhi në Manhattan. Rama thuaj se nuk ka qartë tek Trump duke thënë që duan të më burgosin njerëzit që donin të burgosin ty. Patetik. Në hetimet për Sinaloa dalin fakte të reja. Te AB Bank gjithashtu me $100 milion transferta që duhet kanë shkuar të paktën 2 numra llogarie në SPAK. Ishujt kanë. Në watch list janë njerëz të Ramës, familjarët e tij. Po vazhdon hetimi i thellë me 100 ekipi hetues si grup i strukturuar kriminal për Soros. Pritet që të shtohet dënimi me Ganigal. Megjithatë çdo gjë vendoset në Shqipëri. Edhe njerë i uroj ekipit kombëtar fitore në Poloni. Ku kemi arritur? Të synojmë fitore deri në Polonia është një shtet shembull suksesi nga ish vendet komuniste. GDP-ja $1 trilion. Truri po kthehet, luftë ndaj transgenderëve, ndaj gejve, ruajtje e shtet kombit. Mbaj mend që në kohën kur kam qenë gazetar tek Sporti Popullor, Bashkim Tufa shkoi si gazetar kur Shqipëria luajti në Poloni. Ishte era e parë që nuk shkonte si shkonte gjithmonë Dizdari kur redaktori. Baku Gjoni kishte qenë me Partizan në Beogradit në futboll, edhe pse mbulonte lërat me dorë. Gjuzi në gjatë sekretari i kolegjiumit shkonte tek turet e ciklizmit kur bëheshin në Turqi. Këtë radhë Tufa ka qenë në Poloni. Ai e mban mend. Një ndeshje spektakolare, por në atë kohë filmimet vinin pas dhe në radio nuk transmetoi. Kursenin një bisedë telefonike, ndërkohë që Peugeot-ja e Neçmie Hoxhës, lindës moderne të asaj kohe, kushtonte $300.000. Dhe nuk e di se ku shkoi e ku shëvodhjet Peugeot. Filloi një hapje, Kastrot Amata i ka shkuar në Itali me vajzat e voleybollit Dinamos, Karanxha në Bullgari me voleybollin, unë nuk e pata shansë dhe mundësi se kishte pengesa
do t'i kthehej më vonë. Por diçka po ndryshonte. Kishte filluar ndryshimi. Dhe Polonia është një ekip me histori të madhe. Lato, Smolarnek, Bonjek, ne që i kemi ndjekur, Tomaszewski, e kam takuar kur ardhur si portier trajneri i tretë në Poloninë në Shqipëri. Ky ekip kombëtare nuk ka ndjenja inferioriteti, por ne jemi nostalgjik për kohën e Agustin Kolës, Arben Mingës, Suleman Demollarit, Ylli Sheut, mos harrojmë një emër tjetër, por një brez që nuk pati fat në një Shqipëri të izoluar dhe të bllokuar. Pa folë për Parnaskën, Ballgjinin, Zërin, e të tjerë që Majacin, që nuk dua Muçfagun, Tidibrën e madh, por ky brez i ri na bën të ndihemi krenar dhe të arrijmë të guxojmë që fitojmë edhe në Poloni. Unë ja uroj. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.